Enver Hoxha, antari i kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, është deklaruar kundër mbajtjes së konventës së këtij subjekti e ftuar për të hënën. Hoxha në një status në Facebook ka thënë se ajo duhet të shtyhet për një javë në mënyrë që antarësia e delegatët të njihen me kandidaturat e platformat e tyre për zhvillimin e partisë. Ndërheqja e kryetarit, e shoqëruar me preferenca për pasuesin, krijon përshtypjen e skemave të sajuara e të paragjykuara, të cilat nuk e çojnë partinë përpara. Unë jam qartësisht kundër çdo imponimi, kundër çdo tentative për të orientuar garën dhe kundër çdo formule që shpërfill bazën dhe delegatët. PDK-ja ka nevojë për drejtim të ri, jo për skema të vjetra. Ka nevojë për vizion të ri, jo për ndërrim rolesh. Ky është momenti për t'i hapur rrugën ndryshimit të vërtetë. Por sekretarja e përgjithshme e PDK-s Vlora Qitaku ka thënë se konventa është ftuar në përputhje me statutin. Në një përgjigje për kohën, Qitaku ka thënë se mirëpresin kandidaturat e çdo antari që plotson kriteret e përcaktuara. Gara do ta bënte konventën edhe më madhështore për secilin prej nesh, qofshim në garë ose jo. Është thelbësore që në përfundim të këtij procesi të dalim të unifikuar, me vizion të qartë dhe me platformë të fortë për zgjedhjet e përgjithshme që na presin shumë shpejt. Më e rëndësishme se gara e brendshme është fitoria jonë në zgjedhjet parlamentare, sepse betejë kryesore politike për secilin prej nesh është ajo që kush do të jetë kryeministri i ardhshëm i Republikës së Kosovës. Reagimin e Hoxhait, analisti Basri Muja e sheh si konfirmim të fragmentimit që është brenda PDK-s. Pa marrë parasysh kur do zgjedhej, mendoj që njerëz brenda Partisë Demokratike duhet ta kenë qartë që pozitën e kanë të vështirë edhe ekziston rreziku potencial për një çarje më të madhe, kështu që do duhet që të kishin kujdes për zgjedhjen e kandidaturave. Unë edhe zotin Hoxha edhe zotin Hamza i shoh si figura unifikuese, mendoj që ata lehtë munden më ulë dhe më marrë vesh për rrjedhjen e konventës. 2 ditë më parë, kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka dhënë ndërheqje nga drejtimi i kësaj partie. Ai është zgjedhur në korrik të vitit 2021, derisa mandatin e dytë në krye të PDK-s e mori në qershor të këtij viti. Krasniqi ishte udhëheqësi i 4 me radhë i Partisë Demokratike të Kosovës, pas Hoxhait si ushtrues detyre e Kadri Veselit e Hashim Thaçit, që e drejtuan atë nga pas lufta, kur edhe është formuar kjo parti.